Pas plot 37 vite shpunë dhe përkushtimi në shërbim të qytetarëve dhe pacientëve të Krçovës me rrethin, sot doli në pension kirurgu i njohur Dr. Aqif Ismaili. Gjatë karrierës së tij të gjatë profesionale, Dr. Aqifi ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në trajtimin e pacientëve, ndërsa për shumë vite ka luajtur rol të rëndësishëm edhe në përmirësimin e kushteve të punës dhe funksionimit të repartit të kirurgjisë në Spitalin e Përgjithshëm të Krçovës. Me emocione të veçanta, Dr. Aqif Ismaili kujtoi fillimet e karrierës së tij, sfidat e viteve të para dhe përkushtimin e vazhdueshëm ndaj pacientëve gjatë dekadave të shërbimit. Me të vërtet jam tepër i emocionuar. Kjo është dita e fundit që përfundoi karrierën time si mjek i praktikës së përgjithshme në fillim e tash si kirurg. Kam punuar me një ekip të shkëlqyeshëm, kam qenë i respektuar, i kam respektuar. Kemi pas një bashkëpunim në nivel të duhur. Po në fillim kam filluar të punoj në ambulant në Lëshnicë, në Bërgjdan, në Izvor. Kushtet nuk ishin ku me ditë sa të mira. Pastaj kreva specializimin dhe tu në Krçovë u mundum të reparuam repartin e kirurgjisë dhe tash funksionojmë me kushte solide. Është e vërtetë, unë kam qenë gati mas specializimit, doktor Beqir Eliezi shkoi në pension edhe prej asaj kohe kam qenë unë udhëheqës i repartit kirurgjisë. Kam qenë i respektuar prej kolegëve, prej personelit mjekësor. Ky pas një bashkëpunim të shkëlqyeshëm unë të them. Po këtu me adjen tonë thjesht filloi edhe të funksionojnë në sallë operacionit. 2-3 herë në javë të kishëm operacione të tamthit, të hernisë. Fatikisht filloi veç të zhvillohet kirurgjia në Krçovë. Po unë kisha thënë se edhe pse unë shkoj në pension, kolegët e mi do ta vazhdojnë të kujdesen në maksimum për pacientët, për shërbimin e pacientëve. Cilat janë një porosi e fundit për kolegët? Vazhdojnë të punojnë, të respektojnë pacientët, ashtu edhe pacientët do të respektojnë mjekun, të respektojnë kolegialitetin dhe të vazhdojnë të punuat. Ju falenderoj shumë, falenderoj televizionin Uskana për këtë intervistë, për përpjekjet që bën për të avancuar sistemi shëndetësor të Krçovës. Me emër të kolektivit, Nora Negjipi vlerësoi lart punën dhe angazhimin e Dr. Aqifit, duke vlerësuar se ai ka qenë gjithmonë i përkushtuar ndaj profesionit dhe një shembull për të gjithë kolegët. Unë kam privilegjin dhe nderin që të filloj rrugtimin tim profesional në shëndetësi me Dr. Aqifin. Dr. Aqifi përveç se ka qenë një njeri shumë i përkushtuar profesionalist, ai ka qenë me vlera shumë të larta njerëzore. Prej ditën e parë dhe për 25 vite me radhë kemi punuar bashkë dhe mund të them me plot përgjegjësi se njeri si Dr. Aqifi nuk mund të hyjë në këtë spital. Jam e privilegjuar dhe shumë e lumtur që kam pas fatin të punoj me njeri të tillë për 25 vite. Ndërka që udhëheqësi aktual i repartit të kirurgjisë në Spitalin e Përgjithshëm të Krçovës, Dr. Senaver Selimi, tha se Dr. Aqif Ismaili ka dhënë një kontribut të veçantë në zhvillimin e repartit dhe në ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Po sot u mlodhëm këtu me rastin e pensionimit të kolegut tonë Dr. Aqif Ismailit, si shprehim një falënderim të madh për gjithë punën, bashkëpunimin që ka bërë ndaj qytetarëve edhe si i punësuar në spitalin e qytetit. Kemi fatin që kishim së pari një njeri korrekt, një njeri punëtor, me neve ose të them me mua. Kemi punuar parapërësisht 2 dekada, 20 vjetë kemi pas bashkëpunim në gjithë sferat. Dhe kur bëj një retrospektiv, momentet kur kemi pas mosmarrëveshje janë në shumë të pakta ose s'ka asnjëfar momente, ashtu që përsërisë edhe një herë kemi pas fatin që ka qenë në rrethin e jonë
dhe dua t'i dëshiroj një jetë të gjatë, me plot shëndet, një pensionim të rahatshëm dhe shpresoj se edhe më tutje ka hapësirë që të vinë radhët e jonat si bashkëpunëtor, si konsultant dhe të vazhdoj dhe më tutje të jetë në radhët e jonat. Unë me doktor Aqifin në të njëjtin vit kemi mbaruar specializimin edhe gjithat rrugëtim, si gjatë specializimit edhe tu fillimin e kemi të përbashkët. Ne takuam një kirurgji e cila nuk themi se atëherë lindi, kishte lindur, por ishte si një fosh në inkubator. Kur dilte prej inkubatori, patëm sukses të nxjerrim dhe me hapa ndoshta të ngadalshme, por të sigurta e vazhduam rrugën e kirurgjisë në Kërçov dhe tani jemi këtu ku jemi. Besoj se kjo rrugë tani do të vazhdojë dhe të kemi suksese më të mëdha, ashtu që kemi dhënë kontribut maksimal, kemi pas raporte të mira ndërkolegiale, ndërnjerëzore dhe ku ka një atmosferë ashtu pune dhe suksesi nuk mbetet pas. Dalja në pension e doktor Aqif Ismailit shënon fundin e një karriere të gjatë dhe të suksesshme, gjatë së cilës ai la gjurmë të rëndësishme në shëndetësinë e Kërçovës dhe fitoi respektin e pacientëve dhe kolegëve të tij.